fundit, një krim në familje raportohet së shënuar në Shkodër, ku një burr sipas të dhënave të para ka vrarë bashorten. Ngjarja raportohet të ketë ndodhur në zonën e Unazës Lindore të kryeqendrës së Veriut. Nga të dhënat e para, autori është arrestuar tashmë nga policia. Dinamika dhe motivet e krimit në familje për momentin mbeten të paqarta. Një grup i policisë së Shkodrës ndodhet në vendin e ngjarjes dhe po vjen të priten për më shumë detaje për këtë ngjarje të rëndë. Pra raportohet për një krim në familje të shënuar në kryeqendrën e Veriut në Shkodër, ku një person pra sipas të dhënave paraprake ka vrarë bashorten e tij. Pranë zonës në Unazën Lindore të kryeqendrës së Veriut. Nga të dhënat e para, bëhet me dije që autori i kësaj ngjarje të rëndë është arrestuar, teksa nuk dihet se cilat kanë qenë arsyet që e kanë çuar të ndërmarrë këtë veprim të rëndë, teksa do mbetet për të konfirmuar edhe dinamika dhe se çfarë arme ka përdorur për të kryer edhe krimin. Është kjo ngjarje e rëndë që trondit Shkodrën, këtë të enjte ku shënohet krim në familje, ku një burr ka vrarë bashorten e tij për arsye që ende nuk dihen. Nga të dhënat e para, për Ora News raportohet se autori i kësaj ngjarje të rëndë është vënë në prangat e policisë.